vetin, ajo jeton jetën që çdo. Sepse kthehemi pas në kohë, sepse martesa në trojet tona ka qenë 100% gruaja dhe as 10% mashkulli. Na po folin shekullin 21 jemi nderuar ta gjithë çka po vendosëm vet. Me mirë kuptim dhe anaseltas. Të lutem. Ma herët do më martesa ka qenë 100% gruaja me edukimin e fëmijëve, me punët e orave, me musafir, me fshije me lah, me të prit, do më thonë me ta neru ty ftyrën, me neru babën atje këto i ka marrë për sipën mbi supën një grua. Ndërsa mashkulli ka pas për detyrë vetëm me shku në punë dhe në ardhë dhe shumica kanë qenë edhe në Gyrbet, kështu që gruaja ka jap 100% që në një martesë. Ndërsa sot jemi të lumtur, jem super e lumtur që vajzat edhe meshkujt shqiptar po ecin përpara bëndojnë martesën bile 60 me 40, pse? Sepse unë dhe partnerja jemi të dytë të involvuar në këtë rrugëtim, sepse unë jepi përqindjen time në një martesë, gjithashtu edhe partneri jam. Jam shumë e lumtur që po ecim përpara gjanat, edhe jo më 100% mashkull me hangër në perën që thojnë ana, e gruaja hajde po se te kemi bo krejtve. Një pyetje me leme ta bëj gjithë, se kur të bëni femën, një gjithët martesës, nuk martohet atë. Në edukimin e fëmijëve, në të gjitha aspektet fitore, shumë mirë. E nderuar, po më ta bëni një pyetje. Një femën me ta bëni ty pyetje. Në cilën epokë je ti? Në cilën epokë je ti? A je në epokën para kësaj kohe që fola ona apo je në epokën e tashme, se nuk po ma dha përgjigjen e saktë. Unë nderuar